Te lutem ty o Zot. Ti që po shikon, Ti që pra dëgjon, e ja sheshin ton, gjithë së bashku në dhe o. Mirë mbrëma, gjithë së bashku në dhe o. Mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni e nga do që të jeni. E kishim menduar gjatë, dhe në këtë periudhë, në këtë fund viti, në këtë mbrëmje feste, kur gjithë bota bën një lloj bilancimi të jetës e të veprave, sepse veprat sjellin ndryshimin, e ndryshimet zhvillimin. Andaj edhe ne, në këtë zhvillim, po rifillojmë vazhdimsinë e spektaklit tuaj Odeon këtu në Radio Televizionin 21. Gëzuar viti ri, 2014. Në këtë lloj bilancimi, që po thosha, kur bota në të gjitha segmentet bën atë bilancin përfundimtar të vitit, si kur kthehemi dhe rikujtojmë vitin, çfarë lam prapa, sa ja arritëm, ku mbritëm, si e kaluam, në segmentet të ndryshme, të ekonomisë, e të kulturës, e të artit, e të politikës. Bota ka përjetuar shumë gjëra. Sigurisht në emisione të tjera do t'i thonë ato. Neve sonte do të flasim për atë çfarë kanë përjetuar artistët dhe çfarë do të sjellin artistët për ju në këtë mbrëmje feste këtu në spektaklin tuaj Odeon. Do t'jemi bashkë në një mbrëmje të bukur festive këtu në Radio Televizionin 21. Një armatë e tërë artistësh sonte do të defilojnë para jush për të sjellë nga bagazhi i tyre, i kulturës, e i artit, gjën më të bukur. Ato që ata japin me shumë dashuri për ju, në çdo moment. 24 në 24 orë. Dhe pa humbur kohë, do të ftoj në skenë këtë armatë këngëtarësh. Zonja Zotri, si gjithherë, do të vinë ata në radhë. Ftoj para jush në ndorë trokitjet tuaja, të madhen shkurte, Fejza! Mbajmë duar trokitjet, zonja Zotri do të vinë në vazhdim, jehu i këngës malsore, Nikol Nik Prelaj. Ecim tutje, mbajmë duar trokitje, do të vi një që për herë tunde shkund, Geta Ismaili. Afër Nikolës, ecim tutje, zonja Zotri do të vinë në vazhdim frontmeni i grupit legjendar i lirët, rockeri shqiptar, i përjetshëm Shemi! Mirë se erdhe! Pa e ardhore! Afër Gentes! Dhe mbajmë duar trokitjet se do të vini vazhdim një tjetër artiste, zonja dhe Zotri për ju, për ne, për të gjithë, Ganimeta Abazi, Ganja. Dhe ritmi le të vazhdoj, do të vini vazhdim zonja dhe Zotri. Jehu i këngës së bukur nga Kumanova, Ismet Begjeti.
një tjetër artiste e bukur e tërë glamur, Gresa Behluli. Mbrëmje e bukur, fantastike, me gjithë artist fantastik. Bigët e skenës shqiptare. Mirë mbrëma, mirë se erdhet. Shkurte Fejza, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Po si je më i shkurte? Mirë shumë. Si kaloi viti 2013? Mirë, kënaqshëm. Me çka do ta shënoje për shembull? Unë vitin 2013 me gjithë atë bujën që e kanë vitet e mia, me këngë, me angazhime, me dasma, me koncerte, me gjithë atë, unë në vitin 2013 do të kujtoj për herë me dekorimin që më bë nga ana e presidentit Shqipërisë, zotni Bujar Nishanit, me titullin Mjeshtri i Madh. Absolutisht. Një diçka që sigurisht, jo vetëm ta shënjoni vitin 2013 për ju, po do ta mbani mend për tërë jetën tuaj. Për gjithë karrierën time kjo ishte dhe do të mbetet një qërshin mbi tort. Kush u gëzu ma shumë, Hajrushi, a fëmia, a shkurtja? Gjithë jemi gëzu sepse edhe Hajrushi edhe fëmijët e mi edhe unë jemi një skuadër që ja kushtojmë këngës. Prandaj kjo ka qenë një kurorëzim i suksesit dhe me arsyet veçantë, domethënë të gjithë e kena shijuar. Shkurte, zakonisht për kurtuazi, ose është si një lloj zakoni, ju thonë këngëtarëve po duken i bukur. Por, ju vërtet duken i bukur për moshën që e keni dhe Hajrushi si duket si vjetë u dashuru, këmbë krye për zyti. Faleminderit. Faleminderit, po më vjen shumë mirë në të është kjo. Faleminderit shumë. Artistit i duhen fjalët e mira, i duhen komplimente. Prandaj janë adhurues të mi, është familja ime, janë gjithë ata që duan këngën time dhe e inkurajojnë në Shkurte Fejzën bashkë me këngëtar saj që të mos plaket. Faleminderit shumë. Duan shumë. Faleminderit. Gjithmonë. Më kanë pyet, pash zotin qa po bojnë që ato dyja. Unë jam mësu me pyet për Mihrini, thash koshmëre, thash Kurtja dhe Shëhretja, thash ty, bese ti. Shkurte, artisti për herë këngë shumë dhe i gjithë opinioni i gjerë e donë shumë këngën e Shkurtës. Kështu që mos më bete tjetër veç t'ju thamë tyne të këndojmë bashkë. Hajta lidhim besen o e o, tangojmë Shkurte Fejzen o. Faleminderit. Shkurte Fejza për ju, qeshi për ju Shkurte.
Faleminderit shumë. Një jetë e tërë këngë për Kosovën. Kosovë jashtë e Kosovë mrena. Nisoj dy ati do në zemra. Kosova është motivi im i përhershëm, edhe unë nuk di ndryshe me këndu. Edhe i këngës tënde. Faleminderit shumë që jemi ne sonte, do të festojmë bashkë. Faleminderit shumë. Nikol Nik Prelaj. Po si je mor Malsur? Faleminderit që më ke vendos një karrik në vendin më të mirë që ka Kosova. Mendoj që shtirë me qeloj herë. Në mes të ikonës muzikës popullore dhe në mes të ikonës të muzikës zbavitse dhe bukuroshes, kështu që më kthej Zoti me të mira, gjitha të vuajtjet. Këtë hije kënë tonë e udhës. Nikol, me t'i rendit, pedagogu, me që jeni shkolluar për pedagog, piktura edhe kënga, kush do të dilte e para? E para kënga gjithmonë. Edhe para pikturës? Po. Që e do na shumë? Këngën e kam nis prej moshës 5 vjeçare. Dhe nuk i jam da asnjëherë. E dua edhe pikturën. Nuk e di Unë i kam vëzhume dy ta? djemë, e dua edhe njërin edhe tjetrin. Po, i do në bashkë, njëjtë. Cilin mashme. Mirë Nikol, me qka kishe me shënu vitin 2013? Po të pyesnin, me qka do të mbaje mend vitin 2013? Unë nuk kam diçka aq të veçantë sa ka kolegja jonë në shkurta, por me këngë të reja, klipe të reja, aktivitete, jo me diçka shumë të veçantë, po mund të them që spakut nuk ka qenë një vit jo i suksesshëm për mua këtë që e Se lajë. të gjithë ju kanë frigu këti numrit 13, po ja, na doli mirë, nuk doli keq. Ja, mirë. Bile bota doli prej recesionit. Në aspektin ekonomik, na se disa kemi kalu, na kemi mujt në recesion të thellë kemi qenë, me orë manal dikon pak, veç mu tërheq ma lartë. Nikol, opinioni tërë në këtë mbrëmje festive pret këngë nga ju. Bile më shumë këngë se fjalë. Edhe ne ta japi fjalën për këngë. Faleminderit. Nikol Nik Prelaj.
Kolli Krelaj. Gjithë bashku në dhe Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Ndërtime të cilësisë së lartë me ekosistem evropian ekologjik, të kompletuara me standard, duke përfshirë garazha, hapësira kreative, qendra sportive dhe gjithçka që i duhet shtëpisë suaj. Shitje të banesave të madhësive të ndryshme, 1, 2, 3 dhe 4 dhomshe, të pajisura me sistem ngrohje dhe ventilim të përkryer. Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Në qendrën e mobiljeve Albed, realizoni kuzhinën ëndrave tuaja me dizajn të aksesor evropian. Mobiloje banesën, shtëpin apo vilën tënde të re me elegancë dhe stil. Produkte me cilësi dhe standard të lartë e me një eksperiencë të gjatë në fushën e mobilimeve. Albed prezanton 3 pika shitse, në Çagllavic, Vushtri dhe në fushë Kosovë. Nëse kërkon komoditet, kërko produktet Albed. Dita jo nisë të hungër vita, se të na e lyp tradita, dikush para buke e dikush mas, nëse nuk kanë shpet gjithë dita mbërtat. Baba i han pun, nonat e kuzhina, motra kur luna, unë kur këshyri filma, vipa, e daloj pejshijes, shpin tonë është bo pjesë e familjes. Vipa Chips, shije pa rezistueshme. Saloni ondulimit Selveti. Dëshironi të dukeni bukur, të bëni manikyr, pedikyr dhe gjithçka që ka të bëjë me bukurinë. Grim, frizurë të mirë. Zgjidhjen e gjeni te Saloni ondulimit Selveti në Prishtinë. Ju mirëpret një staf i madh punëtoresh. Saloni ondulimit Selveti. Ndërmarrja Albakos ofron banesa me sipërfaqe nga 75 m2 deri në 105 m2, kualitet i lartë ndërtimi, kopsht për fëmijë, parkingje dhe gjithçka që i duhet një shtëpie. Ndërmarrja Albakos gjendet në rrugën Muharrem Pejza afër Chelsea Point. Ndërmarrja Albakos. Autoservis Energia, servisi specializuar për BMW dhe Mercedes. Energia. Bëjmë të gjitha shërbimet mekanike dhe elektronike. Po ashtu, tek ne mund të gjeni pjesë origjinale për BMW dhe Mercedes. Energia. Stafi profesionali i servisit ton është në shërbimin tuaj. Gjendemi në Bardhosh. Energia. Ju mirëpresim. Autoservis Energia. Energia. Kosova Model ju sjell drejtsinë e radhës në sipërfaqen prej 6000 m2, ekspozite dyerve me mbi 200 modele europiane, fasada strukturale dhe dritare të plastikës me materiale të sofistikuara, produkte të dëshmuara edhe në tregun europian, përfaqësia dhe salloni shitjes në Bern të Zvicrës. Kompania Kosova Model, edhe me përfaqësinë e profileve të plastikës të prodhuesit gjerman KBE. Tradita që sjell të bukurën. Që një familje të jetë e lumtur dhe e gëzuar, duhet një kujdes i veçantë. Renault Center Muqiqi, me staf të diplomuar nga Renault, ofron servise të specializuar, diagnostifikim kompjuterik, kontrollime të vogla dhe të mëdha, autobartje për ju klient të dashur 24 orë në gjithë Kosovën. Zgjidhje për të gjithë. Derisa vetura juaj gjendet në servis, ne kujdesimi për ju, duke ofruar veturën tonë në shfrytëzim. Renault Center Muqiqi ofron vetura të reja me 3 vite garancion. Tek ne ju përmbushen të gjitha nevojat dhe dëshirat tuaja. Me qendër në Bardhosh, Prishtinë. Renault Center Muqiqi, gjithmonë me ju. Uji i Alpeve është i vetmi ujë që merret nga burimet në lartësi 1200 metër dhe është i patrajtuar kimikisht. Sasia e oksigjenit në ujë nuk e rëndon organizmin, prandaj uji i Alpeve preferohet edhe për sportistët. Gjithashtu është i mirë për eshtra dhe grashtat zëna, pasi që përmban kalcium. Uji i Alpeve prodhohet në fabrikën më të pastër në Kosovë. Uji i Alpeve, për shëndetin tuaj.
krijo dizajn dhe elegancë të veçantë. Jep një jetë ambientit tuaj me ceramik të brendeve më të njohura italiane. Dino. Mbrëmje madhështore, familjare dhe rinore për vitin e ri 2014 me 31 vjetor, ku i argëtojnë këngëtarët më të njohur, Mihrie dhe Naima Bazi, Adehina Emini, Zampina Ismaili, Gjylnaze Hoxha, humoristët, grupi G5 dhe Osman Osaj, sponsor të mbrëmjes, Januzi Tyër të Dritare, Rewe Ismaili, Uka Ganderbau, Gipser Faton Abdyli, Sigurime Luan Aslani, Mishtore Gashi dhe Hakifi.e, adresa Volksbank Mese, Aup Shtetën 4, në Balingen. Brendi Company. Nëse doni të keni ujë të mjaftueshëm, Brendi Company u azidh problemin brenda ditës. Në shporjen e puseve me gypa të betonit me gjerësi mbi 1 metër. Mbrëmje familjare, festive me 2 janar 2014 në Byn, Zvicër. Marrin pjesë Mihrie Braha, Naima Bazi dhe programi i begat e me plot lojra shpërblyese. Për shkak të vendeve të kufizuara, luteni që të rezervoni vendet në telefonin 079 565 1301. Mbrëmja mbahet në Maison de Fromage de Gruyère në Premshi. Metal Bau. Punojmë dyer gilindera, rrethoja, konstruksionet metalit. Na kontaktoni në numrat e telefonit 044 26 26 77. Bardhosh, Prishtinë, Metal Bau. Autopjesja Hona, e njohur tash 20 vite, si përfaqësuesi markave më cilësore gjermane dhe italiane. Vendi ku mund të gjeni pjesët dhe vajrat më kualitative për automjetin tuaj. Autopjesja Hona. Ejani dhe binduni. Le të tregoj tregu se kush është më i miri. Autopjesja Hona, përfaqësuesi këtyre kompanive për Kosovë. Na kontaktoni. Autopjesja Hona. Restaurant Berlini. Ambient i këndshëm për organizime familjare me kapacitet prej 350 ulse. Kuzhinë e pasur, meny me çmime shumë të volitshme. Adresa Magjistralja Prishtinë, Podujev, kilometri i parë. Restaurant Berlini, lehtë për të gjetur, vështirë për të harruar. Urna! Kusha? Jeszcze taż, które? Eltrisi Prishtinë. Eltrisi merret me veprimtari tregtare të materialit elektrik me shumicë dhe pakicë, përfaqësues për Prishtinë për temë Mandex, Schneider Electric dhe LT. Të gjitha mallra që posedojmë kanë garancion 1 deri 5 vite. Eltrisi Prishtinë. Atëherë mos kërko tjetërkund. Eltrisi. Me rastin e festës së vitit të ri 2014, me 1 janar në hotelin Estrada në Magjistralen Suarek Prizren kilometri 7, organizojmë mbrëmje festive me këngëtarët Motrat Mustafa, Gjavit Sadiku dhe humoristët Qumili dhe Cima. Çmimi 40 euro për person, meny e plot. Rezervimi i obliguar. Miracle Benidona, më i madhi dhe më i miri në Kosovë, me kapacitet për 120 deri 1500 ulce, me interierin më bashkohor. Festoni ahengjet familjare, festoni dasmat, nga se është i vetmi vend në Kosovë që posedon ascensor për zbritjen atraktive të nuses. Ushqim shumë i shishëm nga kuzhinier me përvojë, receta tradicionale dhe ndërkombëtare, parkim të mjaftueshëm, e qasjen me qytet e keni shumë të shpejt, jemi larg vetëm 1 kilometër nga qendra e Prishtinës. Ndjehuni VIP në vendin më të ri, Miracle Benidona, tradit me hoteleri. Miracle Benidona.
sonte do të vinë artistët e humorit me një pikë në vazhdim që ne kemi quajtur X Odeon dhe autor të tërë kësaj janë Adnani, Eqremi, Halimi, Mihria, Beni dhe Lora. Këtojmë artistët në skenë. Ha? Hajde! Ha? Hajde, urna! Hajde, urna! Ha? Mirë mrama, kush jeni dhe nga vini? Unë jam një Shakijani dhe prej Qëtullit. More prit! Ha? Kush jeni? Unë jam Bajarok i Vandomit që më kone dhe një notë. O, i fal. A më duke tero, ajrën? Tero! Po dhe bish dhe notë se po punoj ditën e pëllodhna. A ishe dhe herën e kaluar? Ha? Ty po ta, me ty e kam. Ha? A ke qenë edhe në audicionin tjetër? Po dhe më kam për së pranut, së bono mirë dhe herën e prëvu. A ke përgatit në i kongë? Ha? Me kënu diçka ke përgatit? Më falë që më konë në 74 në klenetist, a bëdin, e pak që kjo më ka veqër në. A ke përgatit në i kongë? Po, e kam një kongë tamo. Cilën? është një kongë personale që këmë bëmë me numër të njëftimi 001 745 6 14 24. Mirë. Kush e ka shkrujt këngën, tekstin, muzikën? Muzikën e ka bërë Gjitlia, tekstin e këngës e ka shkru Vandomi dhe Vjehra Vandomit e ka bërë orkestrimin e këtu. Okej. Anoj? Mund të da kënë ishte përdojnë edhe si mikrofon, po... Jo, qaj mikrofon s'ko ka eq, po hajtë. Po në? Kjo mikrofon i Vandomit, motër, kjo nuk po... Anoj? S'ko ka një pas trumbullari, po hajtë ka lidhe. Anoj njanis? Mundesh. Se di që shko me kënu e baja gjenaltet e desh, ishte. Që se më lejës të pak shtu. Adon? Hajde, fillo. O, ndal! Stop! Stop! Kush e ka shku që tekst? Ha? Ka zëva dhe Gjitlia dhe Vandomi tak? Valla, kjesh fjallë. Me të knash. Që të dy reshtat e parë si kemi kuptu Po që me dhe se Vjehra Vandomi të gjishit, ha? Qfar gjuhe ke? Keja përnesht parë Gjitlia më odeni. Diçka tjetër a keni përgatit? Ka dalë se s'pëdija kumpijuna, apo mire mata, i një dyja njëtë. A vesh për në gusë një abden? Jo, pëndrojmë, herë ajo po del këne, herë unë ande, po a ke përgatit diçka? A ke përgatit diçka tjetër? Da një sumë, zet. Jo. Jo, se na djeg, diçka tjetër. Jo, se na djeg, ku pa në zet, diçka tjetër. Ha? Kong, dhe kong tjetër. Kong, po. Jo, kong, po. Hajde. Hajde. Po, e kom një kongë, është një kongë e këti Ismetit. Si ti Ismet? E këti be Ismetit basit Bezgjet? Qilo saj. Kush është Bata Bezgjet? Ha? Kush është Bata Bezgjet? Ismetit e basi Bezgjet. Po i kujna është Bata Bezgjet, kush? Ismetit be qës për nini? Cili Ismet? Kë i basit Bezgjet. Nëse pa fjallën për Ismet Pejen. Po, a Ismet Pejen, a? Ha? Ismet Peja. A për nini visorin? Jo. Po. Po? E që kjo Ismeti që për përmani në bashkë kuqen me zvetit janë. Për cilin Ismet e ke fjallën? Ismet Bezgjeti, bre! Bezgjeti! Po, Bezgjeti qashtë, sonë ti me tonë në Mahmuti, për Ismet Bezgjeti. Okej, filla. Hajde, Hajde i kongë të Ismeti. Ka fillo, ka dalë sonë do të mund zej pak. është pak në altë. Me qato po më frigon, veç ta di. Me qato. Jo, me jo, unë jam i but për tharna që e lo. Që? Rëzëtjete. Mashallah, motër, mashallah.
Pse përvesh tash? Ha? Pse përvesh? Është konga me komplikume dhe kënuat manaltin dhëtë mundëzje se më na mushtur. Si e ka titullin konga? Është konga lule, nuk ka lule në botë. Lule, po ka shumë kongë me titullin Po, është lule. vërtet, ja, është këtë që këtë kongën lule, nuk është e lule mangule, është një tjetër. Zakonisht kë për kitek ka dash me thonë që nuk ka lule në botë, me thonë është njën dhe lulet më të mira që kë ka kënue, jo dine dhe që pranvera nuk qeli me një lule, po me që to qeli. Okej, filla me kënu. Filla me. Jo, e lulja? Po të lulja ma mira në botë, nuk ka tash edhe herë. Që rritet? Po, ujitet normale rritet e kretë, për që të lulen që për plasëne. Atëra më me vazhdu? Po. Që kem të kalëzut të lulja. Dhe me thonë, lulja është... Bile... O djallë. O djallë. O djallë. Urna. Ne, morën është lullën, po, hajtë fillo me kënu, kongën e lullën. Që të edhe në pësën vesh mjanisa, po? Po, dhe vesh filloj, vesh njështë. Nuk, që ke lullë, ta që ka të O, ka që nuk i vandomit, fred pak. Se di, vesh pak. Amo nuk këmë të qarë nga dy fjallë pa i full. Poeti ka dosh me thonë që nuk ka lullë, ku më zhët që të... Po, a më i mjanisë. Ko ka ta pas ka ngulla jo lullja fondoket. Ha? Ngesh. Hajde. Ka uzova që nuk ka ke lullja që ta ngullë. Këtë u zhyta të nuk lullen, ati me gjithë. A mi me vazhdu? Po, vesh. Nuk ka... edhe veç edhe dy fjallë për lullja. Për një me se do të mi thonë, për një me do të. Që ke lullja që ka knu ki këmëtari. është një ndër lullet më të mira na e herë që keni pa në jetë. Në lullen grun ke pati kur dalin grun, ha? E nuk është aty në lullen. A s'është a? E mirë, sa ajo atër s'ka. Po. Hajde për një lullë tjetër. Hamuj. Hajde se na plase, hajde. Se di shysha detaj dhe të muqu si lulle me knu. Nuk ka lullen boti për ta dhuruar, e për ta guar, o sa shumë të du. Nuk ka lullen boti për ta dhuruar, e për ta... O sa shumë të dua. Mua? Ha? Mua? Ma shumë to. Mua? Ha? Ja! Mua, po unë asi nuk kam, ta shgjuve dy se këto sa duhen e këtë. Jo, Fedi. Ja, hajtë një kom tjetër se ishë nga pëlqeve, me tregu drejtën. A jeni dakord me mua dhe ju të dy? Jo, s'ke konga e mirë. Me diçka tjetër? Konga shumë e mirë, po te kënove shumë keq. Shumë keq? Po, konga shumë e mirë. Konga është artistike, konga është me një lule. Konga është vërtet. Ismeti ti ka pëlqy? Ha, Ismet? Ismeti ti ka pëlqy? Që nuk ka lule bot. Hajde për si dhuru. E për të... Hajde për të mjetë të... Hajde shumë të du. A për të i në farmaci për ty kam kërkuar. A për... A për... A të kënej, të i në farmaci për ty kam kërkuar. Da, dush. Ti ma bone zamëngu, da, ojda të mojuna, da mojuna, da di përdi. Do ma se me gjalline, do ma se me gjalline. O, hec, o, po, o, ka tafto, jo, ves. A din mu këthy ka i ardh? Ka gjë kompliku me sola për... Me labutin edhe jashtë. Mundin i duar trokitje për bëgjanopër e basamit, sonte jo, nërje këtë. Këtë vesh. Nëse don, më herë tjetër, pregaditësh pak ma shumë dhe ma mirë dhe ma profesionalisht derën e këtë hapër. Edhe me qëto më sajle ma. Hajde. Edhe lullet dhe në shpe. Bëzber për këm pregadit ku më shtrullon me këta tre, që që luj futbol. Nesën kërkej falja, bëdin. Gjithë kështë i pas takotit vetë, natën e mirë? Natën e mirë, për duk një 23. Hajtë, fala Vandamit. Hajde tjetri! Tjetri. Urnone? Në mrava. Brava. A e një mirë sheni? Se si jeti? Mirë, falem të gjuhën. Qa ke përgatit për sonte? Urna? Ja, veç pak se kena arru me vetë kush je... Unë jam i bili babës. Qysh mëre? Veç pak! 1 minut! Publiku veç 1 minut.
Herën e kalume, më duket ke thonë jam i biri nanës. Ja tjeta, po ja ko i biri nanës, jam i biri babës. Aha, do me thonë si e njëti? Ja më çfarë, t'ja s'kem lidhje kur që me thonë. Vazhdo, ben i ndëruar. Qa ke përgatit për sonte? Vallaj, Kong. Sen, hiç s'm ka qillu kur gjë, hiç e thot ti më. Bash, hiç pa përgatit lullën. Pa pse e ardhë? Se ardhë. Vet libër më thanë, shko që tu. Më thanë dë, thanë shko se bëhet mirë, për me mirë për bajka. A din diçka me këndu, edhe pse s'ke përgatit kur gjo, a din diçka me këndu. Mi fort mirë për publika kënë të rejshë plok, edhe herë? Afro ma ofër. Po. Nalu qatë. Edhe pak. Mira. A din me këndu diçka, edhe nëse ke ardhi pa përgatitur. Di me këndu për pas mundësi me ngeqë të kongë dhe pak më me. Dhe të tu, ka audicion, me dollë me kënu. Po. Po mërë së problem. Hajtë. Po mirë. I kanë nga Kosova, për sa dashurova, I njeri unguta. Vesh pak. Te me falësh mua, do them se te dua, Stop, vesh pak. te uta. Ku jetu ungut? Ka po ngutësh, ka I ka shkon. Te uta, më ka ik me zonë. I kanë nga Kosova, për sa dashurova, I njeri unguta. Te me falësh mua, te them se te dua, te uta. Shka dhe më thë? Shëploka... Dopt. A, thash, kështë e një lodha të të rejnë, së shëploke për të ka dalë. Kjo do të thotë që likësht ishte prezentimi pak si likësht. Diçka tjetër, a? Diçka tjetër. Allah e jas. Mirë pak në shumë për ty për të vjej nati. Jo, valla eq. Ja. Po shiesh, ty u ka të vjej nati. Më ftyrë po më shiet që Po, po për të vjej nati. Jo, a për të vjeni nati. Jo. Se tjetën e kam gjet. Jo. A për të vjeni nati. Jo. A që kë kupi pe I natit. A kësoj ma pak për vjeni nati. A si për të vjeni nati. A për të vjeni nati. I ka nga Kosova, po të dëshurova. Te uta. A për të vjeni nati. Te uta. A për të vjeni nati. Te uta. A si te uta, a për të vjeni nati. Hajde me nera, po të vjeni nati, hajde. A po të vjeni nati, a se po të vjeni nati, se qëtën e kam det, te uta. Shë për bashkë te uta për më nalni? Si se te uta, të shkretove. Te uta na myte e krejt. Lat. Shumë lat. Tjetër, a? Po, diska tjetër. Me ti, a jetë në audicion a unë e këtë? Lafe më. Hajde diçka tjetër. Sa pate diçka tjetër? Nduket që... Se hu sërish e kun, se pa një natë pa gjumë, se te dua shumë. Se hu sërish e kun, se pa një natë pa gjumë, se te dua shumë. Am për të ndar, am ke puthur për të më vrar. Më ke thirë të kam ardhur bashkë në mëngjese. Na kanë zbardhur, je larguar për një fjalë. Më le dhimbje, më le mau. Po shkuam, am ke puthur për të me vrarë. Se hu sërishte unë, të fa një natë pa gjumë, se të dua shumë. Se hu sërishte unë, se të dua shumë. Te uta. Amo, te uta. Qka në una? Shko te uta. Hajde, si për te uta. Në gotët te uta, hajde. Te uta. Me kanë bashku. Bukur
shumë. Po e presim kandidatin tjetër, s'di a ka kandidat tjetër. Ka po na vjen një kandidat tjetër. Si gabim ka sarë. Agja Sali? Jo morë me lipat djallin tem se u dal me lip të utën për kaj kënë s'mund me gjithë. E jërë të ju për ndoke të këna hi rrug një kohje. Agja Sali, a ke orë gabim apo mdo këtë mu? A? A ke orë gabim apo mdo këtë mu? Ja, mirë jo marë. Mirë jo orë? Po. A pe din ku je? A? Ku je nis? Jo morë me morë pensionin. A pa qëra u dal? Agja Sali. Orë gabim. Shko me dhe pensionin se tu kish rrit. Kush më ka rrit? Pensioni dhe? Kur u rrit? E kam rrit. Po le ta rritin, hajde. Agja Sali. Po bashkë ti merr vesh këtë s'po merr kanë. Po, le ta dy, mos merr me ta. Ju keni orë në audicion? Po çfarë kondicioni më 7 vjet i kom bon? As mu s'po merr vesha? Ja, hajde. Jo, po më duket që ke orë në audicion, po ti nuk pe din. Këtu është veni për me këndu, nëse ti je gati me këndu në i kanë. Po, më për hotel tani, për i notit këtyve dyve ka me kallë këtu në qonë. Hajde. Hajde, qa po në kënonë? A t'ja nishëm? Agja Sali. Hajde. Na i kanë tjetër shpirtit se që ta asë një fjallë s'ta kum kuptu qa ke thonë. Shpirtit? Pa. Se o shpirti mu me kellon, na t'kujtohet qanë ke thonë, zemra tona ku shindon, se o shpirt, se o shpirti mu ke harru, a kujtohet grush këtë kom shu, zemra tona ke harru, ke shpirt. O, basa të me, qa është kjo kongë? Ha? Qa është kjo kongë? Kongë e mira. A të në kongë kështu, man, tripa pak ma. Ma tripa. Partizani vogel, është demokrat, me tjetën e nxuj me mu manjak. Ja. Agja Sali, hajt, për mu një kongë ma diskrete, diçka pak ma dhimshme, pak ma diskrete, pak ma. Ha? Qashe? Qashtu diçka, hajt, veç në një pak ma. Qa është ajo fotografi? Ishëm dikur pashk. Unë edhe ti? Këtë fotografi e kam dëshmi, do të mbushë të tin, ta shem jo njeri, se ishe imja, do t'i them gjithë kuj, dhe se shem e mu, do t'jesh e askuj. Agja Sali, a ke qajo foto ama që të sytë mu? Që mrapa? Që e këtë këmë qitë, ta shetë gjda njeri. A din qka? Oj, Saliu! Që farë pjelle ke posh, kjo e. A të Sali! Mu personalisht, kjo performanca jote e fundit të më pëlqaj jashtë masës shumë. Ditë gjitha edhe fotografia. Ja, fotografia mira. Po, unë të kisha preferu me lyp djallin se i ka hup të uta. Të uta, e? Po. Kullë vra ke pokun? Më shkaj djalli këtu me lyp. Të uta e lyp ke djallin. Po. Të uta e lyp ke djallin, jo djalli të uta. A po, a? Të uta, me kënje marto, që djallin të më shketin, që e ke harro. Nuk e di, a ka edhe një kandidat tjetër, ju lutem nëse është... Hajde! Në mërë ma gjithve juve juria, përshëndesërin, bashkë dhe publikën e gjërësin Kosovë, Shqipni, Macedoninë, Malzi, që edhe në Gjermaninë, Austri, Itali, Zvicër edhe të na unë ka është po të qiptor, i përshëndes juve shumë që më akne thonë edhe në mundësi dytë, që më thatë veshë pak ma mirë, dhe me thonë, për vitin e rijem vesh pak ma shtë, që? Zoja Sofi, për një me Zoja Sofi, sonë të përdo kësh bukur, më pëlqen edhe mu. Që s'pe përdo racionin përdo kësh teksti, Shumë, stylingun e mira. Ja, shumë, ma shumë mirë dhe më ju po, për i kalzoj drejt.
Jo, valla ti me na po garant nuk je ardh pa një shert marrë, po më duket që... Të vrapë zopa, pëse ti shert marrë, pëse unë shert Po marrë... se gjë sherë ku po hepe bo... Pe bëj, se në këtë këtësov keq ashtë të vështë. Kush për hem për ta? Zofi, apo në këna në i kongë? Por në? Në i kongë. A ju vesh e rëni që shtu në për vetë që kënë, vesh këta me kënu, apo? Normal, na e kemë për dëtyrë mjë këqyru e Unë e ka klani. zakonisht je me hek në pej burë, dhe me thoni, këm po 75 burra, gjithë kanë e për burë. Jo, veç me kënu, diçka, ke përgadit këtë herë. Ha? A ke përgadit këtë herë diçka me kënu? Unë jem konet përgatit në dhe herën tjetër, veç unë nuk e dha adi për mu pranu, se të qa, Unë nuk e di, a ki me këndu një kong, apo përdon me kënu duet, apo përdon duet me kënu? Ja, ndash ta kënej një dëdhimshme një herë. Hajde një dëmshme, hajde. Zakonisht kove të funit interesant për qona në mëngjesën 8. Derin 2-3 gjupi dit huja. Nuk e di, jem bo marak të hëgjën shku për shata. E mas dëve qa po bojë? E mas Ja, dëve se qa kjo po bojë? jesh, derin 2 për të flasë me mëtër në atjen Itali. Italisht, reja të tanë vesh për more. E kështë një hëgjë, sa mos keshkel unë grisat fjallorit shqip italisht. Ta shune që a di, libres këm ledzu për 74. Unë e kam një dojet me shoqen tame, ose më jeve diska me i këndu. Kongën e dhemshme, ajt një ara. Konga sirët Hajmalia. Ha? Hajmalia? Hajmalia, po. Kush ta ka shkru? Por në? Kush ta shkru ti? Po hoxha ma ka shkull, ma ka fri me them. Pa shë ma mine të. Ha? Ajde, apo kënon, apo don me kënu duet? Qysh dëni ju qini keq për zemre, e se keni boj ka gjenë na i dit, s'pë kënëj. Ja, hajt, kënoj në erë një kong, hajt. Hajt një të dhem shumë tani. Edhe këta për presin, ha? Po, edhe na. Ti harro, ti shkën shpishlir se jes. Nikollën e hoqa, ha? Pse? Qysh e ka emin? A Nikollën e hoqa muë? Jo, ti hesht ka këti ka keshku në fushkësovë rëtë. Hajde të Sofia, hajde. Hajde, a shkojnë? Hajde. Shkojnë, ade. Fila plan. Ku për shkojnë? Edhe pse unë që të kam, edhe pse unë që të kam, të kam dashti, haj mali, të kam dashti as njeri, e malkaj glamurin që kam boni mu. O, i gjatë, Sofi. Ha? Që ka po thot? Ha? O, nashtine, më dhe nashtine. Kush në dhe? Ani dhe tritet e po mja punë e madhe. Ja, hajde të petrosim duetin, qëra, hajde. Opa! Farue, ue, me qika, ika, jo nuk ndahet Mitrovica, ica, farue, ue, me qika, ika, jo nuk ndahet Mitrovica, Pa farue, dhe me qika, ika, jo nuk dohet Mitrovica. Ica. Ana god. E përdali tja? A je pëlqej një kong që na tonë në zamën na prek? Shkën pak na Sofia, qëta janë njëria. Hajt një kong tjetër. Hajt një kong tjetër, hajt. Një kong tjetër? Po. Zakonisht je pëllip një kong artistike dhe pëllip një... A bën një kong... Edhe këto ishin shumë artistike, po... edhe Jo ketë... Jo artistike. Jo s'ket kërka. Mos më shërdojt të kërka. Mire keni, se më ta paklu kongën me vushtrin me një herë, veç që Mitrovic. Mi tha mi marshit ligat mu je ke. Mos e thuj sa ligat se jepin këtina. Hajt një kong tjetër, hajt një Na kong po të tjetër. regojmë vetin për çka kemi ardhë. Qore, veç mas poris pjegë, mas poris pore. Tusk edhe gek. Se që në ndesën ja dy desë, Se që në desën ja dy desë, Në vush më lip, lot me leshe,
O namush mali plot me lëshë Se qja futi plaku plakës O se qja Ja derdhi pasulin e darkës O se qja futi plaku plakës Ja ka derdhë pasulin e darkës Apo më dëgjoni me vëmendje ju, dyja... Por në, me vëmendje. Me vëmendje. Përveç që po dukeni shumë bukur, asnjë sen bukur këto nuk performoj. Më shërdhaf, shërdhë je përveç që po drokni të bukur veshën, për ndryshe ka kishëm njerë të kësi. Qashtë. Vesh pak, vesh një minuta, kom mësi që në kina ordën e tuta për më pranëni, se kam shpinë largë, s'këm posë këmë ordë. Shka u tute? Për më pranëni, ja, për din më ordë këty, unë s'këm posë njetë, për kallë të Se të mranit, na veç qërën para kamire me përshëndet vëllovin që kena në Gjermani, se telefons për kena pare, thamë të përshëndetëm me që të hashë. Bërim, na të përshëndetëm krejtë, hajde se ta fili vjen për vitrime se le parë. Unë e veç edha mja boni argat Sofi që kom posë bërç. So shqiptarën e kom putë që tash. Audicion se jo pak, i kanë qa, fantazi, i kanë këput këngë. Shumë bukur, shumë bukur. Artistët e humorit. Knasëm. Genta, a pe shkund, a pe tund, a pe dridh? Do tjetë surpriz. Le tjetë surpriz? Po. Këtë surpriz e presim nga ju këtu në këtë skenë. Genta Ismaili! Faleminderit.
Shemi! Amerania, Jeni në kërkim të ndonjë hiti të ri? Ashtu është. Ilirët, Shemi me Ilirët. Po, kemi bërë diçka, por unë jam me mendimin se një këngë e fortë na duhet, si them ne. Unë jam mangut për atë këngë. Santa, do ta dëgjojmë një këngë të fortë. Po, Santa do ta dëgjojmë një këngë të fortë dhe paralajmërim për këtë këngën që do të vjen. Atëherë, të gjithë po presim çet këngën e fortë. Shemi, skena për ty. Shemi! Atmosfere bukur, bravuroze këtu në spektaklin Odeon, në këtë glamour. Zonja Zotri do të vinë në vazhdim për të kënduar, sigurisht në këtë skenë të bukur. Miri e Braha! Se besi ti mojën e? Po, mirë se me të tregu drejtën. Po, unë e ty të stova. Po, e mora në një mojë të kanet, bre? Se krejta din ngojnë me nona, keme këshiken e vetë. A, keme këshiken, mirë. Menagjere, na em. Pa menagjere? A menagjere kje? Ja këm sigurua deri në mars dikun 72 mramje. Po s'ka qash ditë, për çdo ditë, apo ka 2 ditët, ha? Unë banes natën edhe ditën pa mënësht. Apo? Unë banes të qitë me njëve ti. Hajta, shajt. Hajt, se po du me kënu kongën ta. Ani dhe vesh pak. Urna. Se bitëria, më i me kënu edhe në me këto na i duhet, se kes problem? Jo, na em, jo. Edhe më qile gwen në njo, a vitiri? Po mirë, ti a je menagjera këngëtora, do në kënua? Ja, edhe menagjera për më ti këm pas qef me hinë muzika, abde se zonin e këm shkurtës. A për qataj? A një anisë me ku si Mahmuti kënej. A po, mirë. A bën? A bën me kënua? Bon. Jo. Pse jo? Unë është du me lëshu pen, më zashti veç, a për dënë, së ne këm një që kënej me to. Unë e kam këshi këtam, retivesh më nuk nën heq, pra. Hajde. Jo, unë du me kënu, po ti s'ki... Jeti me kënu e heq, shka kënër na jemi sjen tjetër. Po mami mu mërë qantën, oj. Oj, të shike. Mos ishti dur shqiptari, më nëherë më ishti dur të atë. Qesh pra e. Që e interesu me këshike me kënu mirë, që të interesu me rrugani, e na i shkanë. A dueta, trio, a qka? Je që kje është 4 se kje vetë 40. Vala e prana em, ti po jep liri me kënu me neva, po? Pa letë këna, Pa e na vitin 2013. Po, visht, ty s'ka me tra mirë. Kongën që dojna me këndu. Jo, la ka me tra mirë bëllë, më stanina, ki grupë, pa tra mirë qore s'ka. Mirë. Valaj, naim, ty edhe krejt burrave s'kam ju ra mirë kongën që kini meni. A pse kongë për burra kini bërë? Fëti shumë ullë, për në këmënën se fështona të ngushtë. Moritica, juve Rafika, Moritica, juve Rafika. Veç per juve, ka me foli
politika, veç për juve, ka me politika. Jav kojta naunen, jav kojta naunen. Hum të shpia për lahper bre. Lahperat e zonat. Si glamur burat e huj hinë shojnë këtë? Valla ju hinë qështu për mas, nuk di. Hinë për mas dhe që hinë për pora t'i shkoqi. Qashtë? Që është i vro? Qa bën aja? Atë në s'ken vjen gruja glamuri, që ngërthën e vetë është dhe detë është dhe natë. Atë në s'ken mihri e broha Miki. Miki! Ecim tutje me spektaklin ton.
Viti që shkoj është karakterizu sa i përket Kosovës, na ka shku vit me negociata. Kryeministri më shumë ka nejtë në Bruxelles me Shtonin edhe me Daçicin, gati për më marrë vesh. Pastaj ka pas edhe probleme se i filloi viti me tentativen për ta mësuar një gjuhë të re italiane, pronto. Zoti kryeministër, mirë se erdhe. Abazi, mirë si ju. Gjetëm! Se jeni? Mirë ju faleminderit. E di se je dal, nuk kam që me të vetë se e di se je dal. Keshtu ta qajt hallin. Po, qas po ka kush mi qove që ti po qanë hallë. Po jo. Zotri Abazi. O mërzita thash. Se, që ka ndohë si e mërzit? Po të shkoj viti, je lodhjo. Shkon viti, vjen tjetër, vjen baronesha, shton Ulrike Luna Qek e tjerë, po që jemi shnoshe mirë. Vjen edhe ai tjetri për masaj, që po vjen atje që po shihni. Po vjen ai, krymolli, flark ti. Që i keni punë? Mirë, falenderit. Si po kaloni? Po ja, me artistët. Mirë shumë, a doni me kallë sonte për këtë fest? Thonë gent, si je? A pe kallëm sonte? Po. Po. Inderuari... Pendezim atmosferën. Flak! Inderuari mbredhi viti 3. Të nderuar antar dhe simpatizante viti 3. Të nderuar dritat e viti 3, të nderuar balona të viti 3, e nderuara Bleona Qerreti e viti 3. E nderuari babadimen, e nderuara nanadimen, e nderuara tezjadimen. Urime viti 2014. Partia Demokratike e Kosovës ka filluar festimin e viti 3 në mënyrë të qetë dhe dinjitoze, gjithmonë koordinime shtapiqat, kikerikat, smokat dhe me farat e kungit. Por, Lidhja Demokratike e Kosovës është parti paqësore, ata festojnë me fishek zjarre, ndërsa ne jem parti e njohur për festimin e viti 3 me petarte, raketa dhe me bumbica. Por, si pas informatov që kam deri me tani, viti I ri në tërë teritorin e Republikës të Kosovës, po festohet njërë të qetë, demokratike, në preashtim të Ferizajit, Lipjanit dhe të Mitrovicës, ku ka pasur manipulim të viti 3. Sepse, gjatë numërimit kanë dalur ma shumë dhurata se babadimra. Dhe kjo do të përsëritet viti I ri në këto komuna. Andaj të nderuar qytetarët e Republikës e Kosovës, unë sonte kam dhënë një mesazh për gjithë mësuesit, kam dhurata për mësuesit dhe për anëtarët e Bashkisë Sociale. Mësuesit do të pinë si vjet Coca-Cola për 30% më shumë. Kurse fontat do t'i marrin në janar të vitit 2014 në mënyrë retroaktive. Kurse për policinë e Republikës e Kosovës, policëve ja ku mrit pendrakat për 50%. Edhe të gjithë policët e Kosovës, sonte nga gëzimi ton kanë me flejt me radara në dorë. Për pensionerët, ju dini se për pensionerët do të krijoj vendet e reja pune, sepse pensionerët janë e ardhmja e këtij vendi në Republikën e Kosovës, shteti I pavarur, sovran dhe demokratik. Andaj, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, I nderuar I babadime në respekt, sonte une, ju premtoj, ju garantoj dhe ju siguroj se babadimri ka me orë qysh në raundin e parë dhe nuk kemi nevoj të shkojmë në balotazh. Andaj edhe herë, urime, fitore, suksese, punë të bërë nesër, të gjithë qënu pak ma heret të shpia se vjen na I kush mos ju gjenerat. Urime dhe herë suksese, gëzuar vitit 2014, suksese, punë të bërë, përkushim dhe angazhim për gjithë për teritorin e Republikës e Kosovës. Faleminderit zoti kryeministër. Përndir qofsh. Përshëndet e Shtonin edhe. Në këto momente e përshëndes baroneshen Ketrin Ashton, e cila ka luajtur një rol të shkëlqyeshëm në koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bruxelles, me Unionin Evropian dhe me Ismet Begjetin, i cili ka luajtur një rol të shkëlqyeshëm. Edhe urime suksesi vitit 2014. A shkoj tash unë? Po, çidora po malshon? Po, çama ti temën. Okej, natën e mirë, kalofshi mirë, suksese.
Mbajnë duar trokitje që të falenderojmë nga zemra të gjitha ata që mundsojnë realizimin e spektaklit ton Odeon. Duke filluar nga kompania projektuese dhe ndërtuese Princesha në Prishtinë. Çka po kjo Princesha? Princesha? Po. Do një shtëpi, do një rahati, do një katandi, shkoni tek Princesha. Normal, muret që ka shtrosha. Edhe? S'ka tërmet që i ka. S'ka tërmet atë kur që është, do me thoni një sigur të shtëpia. Me Albed, kompani vendore për prodhimin e mobileve. Sukses, cilësi, glamur e bukurinë. Albed Vushtri, Fush Kosovë dhe Prishtinë. Kaglavic! E që kjo është e jam jam. Di pa qip sa rjenë, pra. Vi s'janëm qip. Shie pa rëzëtushme. Hani, vi pa qip, sot muni. E vi pa qip së shpejti, pra, me produkte të reja evropiane. Në Pështov gjindet vi pa qip. Vi pa qip. Metal Bau, Prishtinë, kryem të gjitha punët e materialeve të qelikta, bëjmë prerjen e llamarines, lakojmë të gjitha llojet e profileve dhe lloj gilinderësh, modern, Metal Bau, Prishtinë. I lakojnë ata që mbash që shtete që bëjnë kështu, do më thonë qka. Shkojna me Renault Center Muqici në Bardhashpia e vetë me Renault në Kosovë, pashtu franceze, gjithë tjur shka keni Renault, shkoni në Bardhash dhe jo bojnë qaren. Gjithë tjur shka e keni kjerin pak matë prisht, javon një statyner e nalin ato. Kur të jetojnë marë me marë, e meni javon vetën edhe të më thonë që shka e një rahat. Kompania ndërtimit Albakos, ultra nivel për ndërtimit të larta të ulta me Seline Peje në Prishtinë. Uj Alpeve. Ta vjen baba, që ky baba e 1200 metra thellësi. Ata jap nona. Alpet shqiptare sjellin për ju ujnë e Alpeve. I vetmi uj bio i pas trajtuar kimikisht. Saloni undulimi shelvete vranjef! Moni me që e femnat të ju me rejat edhe rje ratësejët që o bojnë treja. Ka shtia janë. Ku po shumë pas ka qikjerë. Servisi autoenergia, servisi më moderni, specializuar për Mercedes dhe BMW. Meselina? Bardhash. Kosova model. Dimi po vjen. Në Kosova model kemi ngrësi për çdo shtëpi, sepse aty mund të gjeni dyer dritare modeleve evropiane. Edhe më menajtë Qysh me nejtë? Më nejtë për më nejtë pak kur gjëvesh kështu nejtë. Përfaqësia dhe saloni shitjes për dyer dhe dritare në Old Ten, kantoni i Bernit në Zvicër. Leva sot të fa. Tradita që s'kjellë të bërë. Dino Kompani, bën ndërtime të larta të ulta, prodhime betoni dhe shitje keramike të brendeve më të njohura italiane. Ofrojmë edhe banesa lokale me ndërtim cilësor evropian. Flash Trade dhe 3D është për ky glamour. Gjithë të dritat bukura që i shihni në spektaklin tonë, në salën tonë, në studion tonë, Odeon janë realizuar nga Flash Trade dhe 3D. Brendi Kompani, nën, dua buk, ta jep nona, nën, dua uj, ta jep Brendi Kompani. O, pra, magistralen Ferizaj Stipe. Pra. Restorant Berlin, shërbimin, cilësin, komoditetin, gjithë shka mbretëror, 352 ulse, menu e begat, cilësi e lartë. Tena është në ju pritë të ju është në harë, kështu që e janë të na edhe në nuk shka një hëni. Në restorant Berlin. Pa ka unë të shajdi që... Bile, unë restorant Berlin më një më shku dhe faviz. Kompania NNP, Elektrokontakt, bën projektimin, shqyrtimin, ekzekutimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve elektrike në objekte të ndryshme afariste dhe baresore. Adresa Prishtinë. Jehona.com bën shitjen autopjesëve të brendeve evropiane, përfaqësues general për Kosovë nga prodhimet gjermane, Row, Slovenia Oil, Win Oil të filterve italian dhe shumë brende të tjera. Eltrici Prishtinë, përfaqësues për Kosovë, mos maluj. Për të mëndesh, Schneider, mos kërkoni më shumë, i keni te Eltrici. Këta, kompania Zik Besa Security Prishtinë edhe këta. E kemi besën, e bëm sigurimin komplet. Të gjitha segmentet të kësaj veprimtarie. A se gjenit du zamorë me ju prek? Jo. Mos harroni revistën tuaj Kosovaria, të cilën mund ta bleni ku do që t'jeni në botë dhe ta lexoni online.
në www.kosovareaviz.com. E ajo kushton veç €1.99. Po kur të shliftoni keni thomi pas 1 milion euro se ka gjithçka. Keni prej najma bazit deri te babadimni. Gjithçka. Naimi ban euro, baba. Me mirajzen. Nga Kosova në Shqipëri me autobus komod. Hajde shkojmë në Shqipëri me flamur kuqezi. Miracle, Benidona, restorani më ekskluziv në Prishtinë. Atëherë përshëndesëm modacitin Ferizaj me 3000 artikuj. Krejt lira, pashtu përkujdes edhe për aktorët tonë që do shumë mirë, tamam glamour. Shtëpinë e madhe të modës Qend Dresa në Gjilan. Po, pashtu modacitin nuk përkujdes për neve, po përkujdes për vajzat cilat do të vinë kështu. Kanë thonë bukuria flet vetë qëni për mrapa. Veç ullum nasë për ndryshe ja hupën bukurim. Etim tutje me programin tonë. Artistët tanë sonë të kanë sjellë gjithçka të bukur nga bagazhi i tyre krijuese artistik. Gane, çka na bane? Kur që s'bona, As bona kur gjën? për me kënu. Atëherë çka ke bën vitin 2013? Viti 2013 ka qenë vit shumë i mirë për mua dhe shpresoj që edhe viti 2014 të jetë i njëjtë. Kam realizuar shumë këngë, shumë klipe dhe jam shumë e kënaqur. Do ta mbash mend për këtë gjë? Po, se ka qenë një rikthimi imi me të vërtetë rikthimi fort i fuqishëm. Jeni rikthyer me këngë. Galimeta Abazi, skena për ju. Më ma shkove nuk më pritet
Veshmëritë. Ismet Begjeti, është shumë bukur që të kemi sonte këtu në spektaklin Odeon, në këtë mbrëmje festive. Odeon jam i nderuar. Dhe shumë i nderuar. Në të tilla festive bisedat duan relaks. Po relaksi do dhe këngë. E do këngën e Ismet Begjeti. Sigurisht të gjithë e presim me padurim, apo jo? Ismet Begjeti, për ju! Mjafton në këtë jetë, dikush kret pa përit, vit zemër me të mbet, me I pa ata sy, e pa ta kismet, unë po lumesh, po zemra po më flet, kush je ti që më len pa men, shka I bone I shpirtit tem, ma ndryshove këtë dunja, kam jaftu një fjallë, shpirtin me trazu, unë s'mon tripa ty, ti jarin pa mu, me tani atë za, e pa ta kusmet, kërkush këtë dunia, ma ambal nuk flet, kush je ti që më len pa men, shka I bone I shpirtit tem, ma ndryshove këtë dunja, Ismet, këngë e bukur. Dash me vramoj, dash me myt, dash me bomit e disit. Kur gjani e ma kes ma ban, zemlen mu me tjetë I kan. Sa t'jem shalti, shpirtin falma, e kur des dash vorin kalma. Arjet, arjet, arjet. Njeri ndër ata që goxha është hidhëruar, me të drejta pa të drejt, është hidhëruar sepse dhe kanë ngacmuar këta pjesa e Prontos. E si kryetar parlamenti, është shumë interesant se vendi ynë ka funksionu në parlament si kur të ishte partia fituse, pozit dhe opozit vetë. Në më thonë vetë kryetari, zotri Jakub Krasniqi ka bo opozit kështu prej foltores. Njesh nuk është mirë me folë për një të huj.
Unë aty, unë e marrë fjallën në ventin dhe flasë për gjitha sanet e mija. Orda. Fjallë të mira kesh të thonë. Faleminderit, më keni kënaqur me fjallë të mira viti 2013, ma keni mirë është, unë lunë qashtu. Jo ta kena animu. Po, unë ju përshëndes gjithë ju që ajni këtu në panelin sallë, po ashtu gjithë ju në përshpija. Përshëndes edhe ty që pja bë kamer rap. Atëherë, unë e përvedhem afer juve se afer popli gjithëherë jem konë gjithëherë me poplin, i kom do gjithëherë poplin, edhe pse viti 2013 kolegët e mi, ka një herë ka pak ma kanë, për në kodet ku pa që ndërani fort, unë jem të ushtruar dhe fitness, për më bojnë fort në vitin 2014, dhe më thonë dhe që ju shtrejt 3 semsat edhe bisemsat, unë në 2014 në kam e tikolla. Fillimisht, pavarësisht, ose paralelisht, kurse se pirë të zi, kjo që për të them natyrisht, nuk është kënë gabimisht, e kam sërinëzisht, për fatë mirësisht dhe fatë kërësisht, një kësisht, kjo ndullë simetrikisht dhe rasisht, ndështë ndullë edhe politikisht dhe qëllimisht, për të shkruaj përbarisht dhe përfundimisht, dërsa ti në këto momente për thua kjo nuk qenë ka mirë mendërisht, që nuk është e vërtet. Pa, ku pa ju dënë të gjithve, edhe viti 2014, që viti lumëturis, i bedris, i suksesit dhe i përshkosovës. Faleminderit shumë, urime viti, po që shëndetin, po që gjithat mirat mjetë. Faleminderit shumë. Glamur, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve më poqë ki. Edhe te ki më poqë për maskine. A maskine? Po, hajde kalon që mirë, pitën e mirë, mashallah. Gati më zuni shkurte. Gati më zuni baca kupa. Shkurte, Jakub Krasniqi dha një mesazh. Po mesazhi juaj për këtë vit, për adhuruesit tuaj, për shqiptarët. Të gjithë presin një mesazh nga Shkurte Feza. Mesazhi im për shqiptarët, kudo që janë i përshëndes dhe ju uroj një vit të mbarë, një vit me plot dashuni, me plot suksese, harmoninë familje shqiptare. Po uroj që në gjithë botën të mbretnoj paqja, sepse gjithë këto të mira që i fali Zoti botës, këto lufta që po ndodhin nuk po na lën me i shiju. Prandaj unë uroj paqe edhe mirësi në gjithë botën. Gresa, nuk të kemi harruar, shumë bukur po dukesh. Unë e përdori fjalën tër glamur, shumë e bukur. Kush ka bërë kështu të bukur? Faleminderit. Kush ka bërë të bukur kështu i Gresa? Përveç Shkurtës, me Hajrushin. Fillimisht ta dy. Tashi. Faleminderit. Më duhet me falenderu motrën time, cila është stiliste, edhe për kujdeset për festonin sonte, po edhe gjitha paraqitit e mia. Si ke kalu vitin 2013 në botën e muzikës, por edhe në botën tuaj tjetër, në jetën tuaj? Shumë mirë në gjitha aspektet, jam shumë e kënaqur. Je e kënaqur? Po. Edhe me Shkurtën je e kënaqur? Mas shumë ti. Edhe me Hajrushin? Edhe ma shumë. Edhe ma shumë? Dhe me të thënë të drejtën, befasit janë të bukura kur janë me këngë. Po kur ajo këngë bashkon A me B, tingëllon fort bukur. Faleminderit. Atëherë, Shkurte Feza, Gresa Behluli, skena për ju të dyjave. Lumana që të rriti për rriti,
ban të laja, me një shumë të bukur, më ka ban të laja. Hej, do të qka po ban, mos u ban ti pishman, ka në fushe e rëndin, hajde nuse në Prishtin. Hej, do të qka po ban, mos u ban ti pishman, ka në fushe e rëndin, hajde nuse në Prishtin. Artistët e humorit në skenë me një pikë tepër të veçantë. Mos harroni, presidentja çdo vit viziton QKUK-ën dhe përcjell nëj lindje, nëj sidomos është interesant kush lind ka hora 12 aty. Le t'i ftojmë artistët e humorit në skenë, Adnanin, Halimin dhe Qemin. No. Shuj me nonën, shuj për me skoj, shuj. Bash! Po, shuj më se ti s'kelin ponë, shka përkon? Shuj me nonën, shuj se qëre kretari Prishtinës Shpendi ka premtu që kam javletu fëmive të lasës por qontat. Se murve, shuj me nonën, që pje pak, pje pak. Po pje pak, shuj përse që ka me ordë presidenti, ka me ordë me talë gjikën. Shuj. Qytetarë të dashur e Kosovës, unë si presidente e Kosovës, kam ardhur në spitalin e Republikës së Kosovës. Kam ardhur në QKUK. Dhe si që peshini, ora vish ka kaluar 12 vjetë dhe ka lindur fushnja i parë për këtë vit. Dhe unë si presidente e Kosovës, prindve të fushnjës një uroj suksese që kanë kry një punë të lëshme dhe të mundimshme. Her me rrim e her pa rrim, po ja kanë dalë. Unë, si presidente e Kosovës, bebushit vogël, i uroj fat, i shala për qëllë fati im e del i najzarve. Zoti
e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Gjakovën, Zoti e bekoft orën e Klinës, Zoti e bekoft ambasadorin Del, që më hypi në moje. Te presidentes dhe mberi presidente, e lash uniformen vjerë, e lash radarin që ja pa ta marrë dorën, e hina në zarf, mos t'ju bezdisi, zojnë, si shkoj lindja. Pa i ty be, pëti mjek shka dione o lajzi zarbal. Mirë po dukesh, edhe beba, mashallah, si drita e gjilani. Shoj. Që, shoj. Nuk e du me shujt, unë e kom pas qef me linë në Anglise, kompore, në Kosovë është katastrofë, s'ka pare për Interesant, beba joj po flet ka kjo është një rast historik për Kosovën. Pa kuma s'me fole, zonja presidente, shtatë zonë se më kontonon mu i vishloj me këngu. Merre. Shuj me nonë, Shuj. A pe ti kush është kjo? Kush e nëmë, kush e kjo? Kjo është gruja por. Gruja por, hama gruja por është hova. O djallja, ka të vish pak. Që e nonës kujt pak se po mbronë, qashtë. Qashtë se më kero paket. Jeron vend keq. Që e nonës, që nuk është hova për presidentja, gruja por e shtetë. E para në histori Kosovës. Që në ke përru këto? A pe merë cuclën. Merë, që është kjo? Që është? Majmun. Jo po ari. Mamuna kena bëllu Kosovës duhe. Shuj. A ki bre, zonja presidente, pak gjimi dhose temis për me zaj, mu ka zartu. A jepi pak se mu ka zartu jemi, t'i shka... Kam, po me protokoll nuk u gjemi dhonë, se shkeli kushtetuta. A po, a? Nuk mame, nuk duhet të sojnë atondin, se e ka pa dogon. Me aksi, qytetarët e dashur, E ka atondin e sarpte. Une, si presidente e Republikës së Kosovës, djalin e vogël do ta pakzoj me emrin Tukulluki i Kosovës. Ama, po fetja. Po ke hangër hudër. Tukulluki fetes, Tukulluki. Nuk e du me më respektu. Apja Nikollës që to. Apja Nikollës. Mere Nikoll. Mere. Se dën Nikolla. Une nuk e du ma i mën. Une po shkoj se kam takim me ambasadorin Del se në shta hinja pet në zonë. Veç pak presidente se kjo ka me thot i shka. Une kam një mesazh për qesmi në Kosovës. A ki pare? Jo, une po duhe ketmi në Kosovës, jo me në respektu kështë, po du të mi hek spin për rrugë, mës me shqit si kore fëmija, mësim so ma shumë, bishtu shtesat e fëmive, Sigurisht. fëmija mës më gjinë në rrugë, Ashtu. se është një katastrofe madhe për fëmi në Kosovës, Ashtu. duhet të respektojmë so ma shumë. Djalli nonës, po ti e ko për president Kosovës? Ta pos fetja synin e amel. Të dën fetja. Natë në mirë. Dhe rahat. Jepja pikat e gërqit. Natë në mirë. Presidente, falimderit. Pije. Koj. Dej, që kom. Dej. Zing! Ku pas një vizaj? Već pak. Zing. Mami Cica.
Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Ndërtime të cilësisë lartë me ekosistem evropian ekologjik të kompletuara me standard, duke përfshirë garazha, hapësira kreative, qendra sportive dhe gjithçka që i duhet shtëpisë suaj. Shitje të banesave të madhësive të ndryshme, 1, 2, 3 dhe 4 dhomshe, të pajisura me sistem ngrohje dhe ventilim të përkryer. Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Në qendrën e mobileve Albed, realizoni kuzhinën e ëndrave tuaja me dizajn të aksesor evropian. Mobiloje banesën, shtëpinë apo vilën tënde të re me elegancë dhe stil. Produkte me cilësi dhe standard të lartë e me një eksperiencë të gjatë në fushën e mobilimeve. Albed prezanton 3 pika shitse, në Çaklavic, Vushtri dhe në fushë Kosovë. Nëse kërkon komoditet, kërko produktet Albed. Kosova Model, në hap me Bashkimin Evropian. Kuzhine ekskluzive për çdo familje, me dizajn evropian dhe mekanizëm të prodhuesit të mirënjohur austriak Blum. Kosova Model, dhoma të fjetjes, të rehatshme dhe të bukura, sipas dëshirës dhe ambientit tuaj. Tradita që sjell të bukurën. Kosova Model. Mbrëmje familjare, festive me 2 janar 2014 në Byll, Zvicër. Marrin pjesë Mihri Braha, Naima Baza dhe programi i Begat e me plot lojra shpërblyese. Për shkak të vendeve të kufizuara, luteni që të rezervoni vendet në telefonin 079 565 1301. Mbrëmja mbahet në Maison de Fromage de Gruyère në Premzhi. Autopjesja Hona, e njohur tash 20 vite, si përfaqësues i markave më cilësore gjermane dhe italiane. Vendi ku mund të gjeni pjesët dhe vajrat më kualitative për automjetin tuaj. Autopjesja Hona. Ejani dhe binduni. Le të tregoj tregu se kush është më i miri. Autopjesja Hona, përfaqësuesi këtyre kompanive për Kosovë. Na kontaktoni. Autopjesja Hona. Restaurant Berlini. Ambient i këndshëm për organizime familjare me kapacitet prej 350 ulse. Kuzhinë e pasur, meny me çmime shumë të volitshme. Adresa Magjistralja Prishtinë, Podujev, kilometri i parë. Restaurant Berlini, lehtë për t'u gjetur, vështirë për t'u harruar. Do të vijë para jush. Zonja e zotëri, telespektatorë të nderuar në këtë mbrëmje të bukur, Beni Baksi.
tjetër në këtë jetë me u gëzu. Jetova, jetova, por nuk isha gjallë, pa ty si kalova, nuk thuhet me fjallë. Jetova, jetova, por nuk isha gjallë, pa ty si kalova, nuk thuhet me fjallë. Jetova, jetova, por nuk isha gjallë, pa ty si kalova, nuk thuhet me fjallë. Jetova, jetova, por nuk isha gjallë, pa ty si kalova, nuk thuhet me fjallë. Sa filloj, se cili po pytet, Zoti qysh krijoj. Me këto buzë të trasha, kam derin qaf, si me lem për syrin, e se cili djal. Shta bleu fustanin, i lumi ai, jesi zjarri, ti, pije ma e mira. Ti, pije bukuria. Ti po sen shkallë tavolina. I lumi aj që zemër ty të ka. U knaqen njerëzia, festa sa filloj, se cili po pytet, Zoti qysh krijoj. Me atë buzëqeshje, yll e lindur je, ti e përëndesha, e kësaj mbrëmje je. Kushta bleu fustanin, i lumi ai, jesi zjarri, ti, pije ma e mira. Ti, pije bukuria. Ti po sen shkallë tavolina. I lumi aj që zemër ty të ka. Kushta bleu fustanin, i lumi ai, jesi zjarri, ti, pije ma e mira. Ti, pije bukuria. Ti, pije ma e mira. Ti, pije bukuria. Ti po sen shkallë tavolina. I lumi aj që zemër ty të ka. Gëzuar viti ri të gjithëve edhe një herë.
shkurte, falinderit, ishte knasti.